Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka ndarë me ndjekësit një nga videot më të adhurueshme të ditës, që menjëherë ka rrëmbyer zemrat e publikut dhe ka shpërndar buzëqeshje në çdo cep të rrjetit. Në video, Luizi shfaqet në kuzhinë me vogëlushën e tij Luna Mari, duke e ushqyer, por me sa duket ai nuk i ka rezistuar dot dhe ka vendosur të hajë edhe vetë pak nga ushqimi i bebushes. Me gojën e lyer me ushqimin e vogëlushes dhe me një shprehje që vetëm Luizi di ta sjellë, ai krijon një moment identik me Lunën, e cila gjithashtu ka lyer faqet, bluzën dhe përparsen e saj me ngjyra ushqimi. Pamja është jo vetëm gazmore, por edhe tepër e dashur për çdo që e sheh. Ndjekësit nuk kanë nguruar ta krahasojnë këtë skenë si fotokopje baba e bi, pasi ngjashmëria mes tyre është bërë më e dukshme se kurrë. Me sytë e mëdhenj, shprehjen e pafajshme dhe buzët e buta, Luna duket si një miniaturë e babait të saj, ndërsa Luizi si gjithmonë arrin të sjellë jo vetëm art, por edhe momente të jashtëzakonshme familjare që bëjnë për vete publikun. Komentet kanë shpërthyer menjëherë në rrjet: "Kjo është videoja më e bukur e ditës, nuk ka më ëmbël, të dy si 2.ui, edhe në mënyrën si han, Luizi s'ka nevojë të luajë rol, ai është vetë personazhi më i dashur real i rrjeteve sociale." Ky moment i ëmbël tregon edhe një herë lidhjen e fortë emocionale që Luizi ka me vogëlushën e tij, një dashuri e pastër dhe e sinqertë që vjen natyrshëm dhe përcillet me shumë ndjenjë. Publiku shqiptar e ka përqafuar jo vetëm artistin, por edhe babain, bashkëshortin dhe njeriun e thjeshtë që di të ndajë dashuri në mënyrën më të bukur të mundshme.